Para pyetje që bëjmë kush I rujti këto fara? Ka u kriju këto fara për herë të parë? Se s'kishte asgjë në tokë. Absolutisht asgjë. Pra ka u kriju Allahu xhelle xhelaluhu. Të shti prap duhet me pa vetëm me mendjen tate. E mellat e mallën, apo dardhen, apo peshkën, gjitha numërohen rreth 7500 lloj varietet malle në botë. 7500 lloj, asnjëna nuk është me një shije. Asnjëna nuk është me shije. 3500 lloj dardhe. Asnjëna nuk është me shije. Pra janë miell krejt në tokë, ta zajmë në dilim tokë, ose 1000 hektar tokë I miellim gjithë të varietetet. 3500 varietete, pra nga njëjta tokë, I njëjti pleherim, I njëjti shi, interesant del tjetër shije. Asnjëna me ngjyra, me forma, me gjethe, me trup, me lulëzim, me fazë lulëzimi, një ma heret, një ma vonë, absolutisht asnjëna e ngjashme me tjetrën. Se njerëzit po zbulojnë dhe që thonë që nuk janë fytyrat gjithisoj, 8 miliard njerëz. A e gjithë atë, po hajde shkrim këtë dardhat. Lej njerëzit të shi. Hajde dil këtë dardhat. 7500 lloj molla, asnjëna I saj. Absolutisht krejt ndryshme. Çfarë është kështu? Si mundet kjo toka t'i rregulloj vetë gjitha këto gjëra? Ku gjendej 3500 lloj dardhash, si u gjenden to farat secilën vetje? Si u sajon? Si erdhen? Kush I rujti? Si mundet të shikta me rregullu ajo toka të që to japi sheqerin? Isha to pa shegët. Mrekullim vetje. Pra I lom gjitha këto tjerat. Vetëm me shegën. E I shef, ajo faza lulëzimit, qelin e ta lullet, krejt bin tokë. Se ku do të dali kokra e shegës, vetëm Allahu xhelle xhelaluhu e din. Edhe për vete jam habit. To pak e shega. Fillon rrejtet e frutën e dallohet të shi që këtu do bëhet shegë një kokër. E në interesant, është komplet jeshil deri sa I kokër mall. Komplet jeshile. Avash, fillon duke u skuq nga sipër. Lkura. Ku e merr? Ka I gjetë në tokët një, aja plunë në tokët gjithisoj. Ka I gjetë toka, edhe që dali këtë shqit bëhat e kuqe, vjetë u skuq. Kur shofim, e kuqe për mrena. I tjetër më tha, do të sjellë të shegë me kokrat zeza mrenë. E modhe bodha. Qa s'ka kriju I modhe Zotë xhelle xhelaluhu. Pra shegë e zezë, shalqin I zi, ne I në mësu me këtë ngjyrën e kuqe që I kemi me këto tonat këni, po shofim se për më thot I person tjetër ke e tha rreth 5000 lloj pemë që hala si ke kërku dhe ka mundësi të kalojsh për I kësa jetë pa I kërku. Si mundet. Vallahi, vetëm këto të kishte thërë Darwinin vetë. Leti lente njerëzit për ardhen e njerëzve. Po vetëm të merrej me pemët, edhe do të kishte marrë gjatë madhe. I lojnë pemë se që e kënë të në tokë. Edhe mund të shkoj mene në njëni që vallaj ka bon shkenza goxha hosh në me pemë. Pemë ti ka presh shkenza. Ju betohem Zotin. Që kjo shkenza moderne që shofim në sot, pemë I ka shkatru. U ka hek mirësin dhe begatin e Zotit. Për të prodhoshum, ka prek atë që ka kriju Zoti xhelle xhelaluhu. Pa Allah thot mëse prek. Mëse prek. Atë që kam kriju, unë thot mëse prek se ke për ta presh. Se I ka presh bashat thelbin, embrionin. Për shembull, ka shku ka nërze lopën me derë. E në të mëna e lopës me vesht, si vesht e derë. Ke bon shkencë, I jep të amal shumë. Allahu xhelle xhelaluhu thot,
Ata që unë i kam ba fikse, ma si gërmata. Se vetëm ke për t'i presh. Keni pa robin ju.